tani zbuluam dhe morëm vesh që në mesditë, se këta të shohem vonë, morëm vesh dhe arsyen se Partia Demokratike nuk qenë ka sot në seancë, sepse pas kanë shkuar të kallëzojnë penalisht edhe Kanye West. Pra u gjet dhe një armik tjetër i shqiptarëve, pra hym në listën e lajmeve qesharake në botë, ku një parti politike me një prezencë jo të vogël në Kuvendin e Shqipërisë, ku ke 35 deputet, regjistron grupi parlamentar i Partisë Demokratike, se më e bukur është që janë aq qesharak, saqë edhe kallëzimin e kanë bërë në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, kanë kallëzuar këngëtarin apo kanë kallëzuar autoritetet që organizuan një event të atyre për masave. Madje pash edhe një llogaritare që e përdor Partia Demokratike her pas here për të bërë llogari dhe që kundërshtonte gjetjet e ekspertëve që përfitimet e Shqipërisë në aspektin ekonomik janë të mëdha. Konstatimet